Do të flasim tani për gjendjen e bujqësisë në Shqipëri dhe perspektivën e saj. Të ftuar sonte në studio kemi zonjën Brisilda Plumbi, këshilltare e ministrit të bujqësisë, dhe zotin Piro Rapushi, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare AAC Lushnja, që është një projekt i USAID-it. Mirëmbrëma të dy dhe mirë se erdhët në studion tonë. Zonja Brisilda, cili ishte qëllimi i këtij programi me cilin ju angazhuat për të ardhur këtu? Po, vizita jonë në Amerikë ishte planifikuar gati 2 javore dhe ka qenë një vizitë shumë impresionuese dhe kjo më jep rastin të falenderoj zyrën e Cochranit të USDA që në bashkëpunim me USAID-in mundsoi këtë study tour tonin. Për të parë bujqësinë amerikane, për të mësuar nga bujqësia amerikane? Sigurisht, për të parë sistemin e bujqësisë në Amerikë, zhvillimi rural dhe programi Cochran në Shqipëri ka filluar që në 1993 dhe ka trajnuar deri më sot gati 120 persona. Nga sektori publik, fusha akademike dhe nga sektori privat. Zoti Rapushi, çfarë mund të mësoj Shqipëria, një vend kaq i vogël nga Amerika, një vend kaq i madh, për masat janë kaq të ndryshme? Sigurisht që bujqësia shqiptare ka shumë diferencë krahasuar me bujqësinë amerikane, për faktin se fermat në Shqipëri janë shumë të fragmentarizuara, janë me njësi shumë të vogla ekonomike, që nuk kalon shpesh më shumë se 1 hektar e gjysmë, gjë që krahasuar me këtu nuk mund të merret në konsiderat, por gjithsesi shumë gjëra mund të merren si model për të përmirësuar edhe kene bujqësinë shqiptare, sidomos në nivelet e organizimit fermerëve në shoqata, në grupe prodhuese, kooperativa të një modeli të ri, pavarësisht nga... Po si ka ecur ky proces deri tani? Se natyrisht përpjekje janë bërë gjatë. Është një proces që është në hapat e para, ka realisht disa shoqata fermerësh, por që ato të bëhen vërtet jetësore, me ato që ka neve pam këtu, ku zëri fermer reflektoi hap mas hapi deri lart në qeverin federale, është vërtet kërkon një proces paksa të gjatë, në mënyrë që të përmirësohet organizimi i tyre dhe strukturimi i përfaqësimit me shtetin në vendin tonë. Natyrisht, që zonja Plumbi, mos kemi të bëjmë këtu me kreditimin që është ende i ulët në Shqipëri, është ky faktori kryesor që i pengon të zhvillimin? Jo, është çështje mentaliteti. Është çështje mentaliteti. Pak të neve dhe kjo është që këto grupime dhe shoqata fermerësh duhet të kenë përfaqësinë e tyre, e cila duhet të negociojë me shtetin për të qenë pjesë e politikë bërjes. Shqipëria, domethënë qeveria sot ka një nga prioritetet më të mëdha sot është bujqësia. Bujqësia, sepse ajo siguron, domethënë, pjesën më të madhe të ushqimit të popullsisë. GDP-ja në pjesa më e madhe GDP-s vjen nga bujqësia. Në këtë kuptim, zhvillimi i bujqësisë lehtëson mjaft edhe varfërinë, që është një problem për Shqipërinë. Patjetër që. Në këtë kontekst, mbase do shtoja faktin që programet amerikane nëpërmjet USAID-it në Shqipëri po japin një mbështetje të konsiderueshme edhe në këtë drejtim nëpërmjet disa programeve të zhvillimit. Paralel me programin që unë kam në drejtim të asistencës për teknologji dhe kultivimin, është edhe një për financimin, për akses në financë, për të mundësuar kreditimet për sipërmarrjet e reja në bujqësi. Është një mbështetje e USAID-it në vijim në këtë drejtim. Po më intereson shumë kjo tema e fragmentarizimit që ju thatë që është çështje mentaliteti në fakt. Po si është gjendja sot në Shqipëri? Domethënë, sa është ecur zoti Rapushi me këto projekte, me këto programe? Projekti juaj ka të bëjë me këtë? Po, neve realisht mbështesim sektorët më jetësor në bujqësinë shqiptare dhe në këtë drejtim neve po mbështesim fermerët që të gjejnë gjërat e përbashkëta për të mundësuar bashkimin e interesave të përbashkëta dhe për shembull në perimet në sera mund të them që tani më ka organizata fermerësh që janë të dukshme dhe me një aktivitet të disa vjeçar dhe që kanë aktivitete të realizuara ndërkohë, jo vetëm në drejtim të përmirësimit të teknologjisë kultivimit, po sidomos në drejtim të tregut. Domethënë, duke qenë të bashkuar, ata kanë mundësuar lidhjen me tregjet të Europës,
për të ofruar domethënë volume të nevojshme, duke përmirësuar standardet e produkteve, për të kapur standardet e Komunitetit Evropian dhe kjo gjë po realizohet. Por janë fillimet, siç edhe thash. Ka dhe sektor të tjerë, siç është perimet në fushë të hapur, gjë që si të thuash e zbusin dhe e zvoglojnë efektin e njësisë vogël ekonomike. Ju më kujtuat perimet, zarzavatet, frutat, ka një legjendë që në Shqipëri shumica e këtyre produkteve importohen dhe nuk sigurohen nga prodhimi i vendit. Është e vërtetë kjo? Jo, ka ndryshuar gjendja. Ka ndryshuar, sigurisht është edhe një mungesë e informacionit në publik që realisht neve ka prodhues që eksportojnë jashtë edhe në vendet ku prodhohet për shembull domatja. Janë domatet e Goriçanit që janë jashtëzakonisht cilësore dhe pra importet e produkteve bujqësore kanë rënë në Shqipëri? Si është? Drejt kësaj po hecet. Ne kemi rritur në këtë 6 mujor rezultoi që shifra e eksportit është rritur, sidomos për produktet fruta perimeve. Zonja Plumbi, si është çështja e qendrave, pikave të grumbullimit? Ka pasur nisma nga qeverit për këtë gjë, por nuk e di sa ka ecur kjo. Po, jemi duke mbështetur fuqishëm me politikat tona ngritjen e qendrave të grumbullimit dhe bërjen e këtyre qendrave të grumbullimit pika ku edhe çmimet janë transparente. Kështu që edhe mbështetje financiare nëpërmjet skemave të rimbursimit për prodhuesit. Po sa pika të mëdha grumbullimi ka në Shqipëri? Tani eksaktësisht nuk e di, por kemi që përmbushin standardet. Kemi disa pika, sidomos në Korçë, kemi pika grumbullimi, në Lushnjë, në Fier, ku është dhe zëmra e unë do t'i them përsëri asaj çështjes mentalitetit, po me një pyetje për ju, zoti Rapushi, si është për shembull në Lushnjë, atje ku vepron organizata juaj jo qeveritare, çështja e mentalitetit për të krijuar ferma më të mëdha, ku të ketë mundësi më të mëdha mekanizimi dhe investimi? Kjo nuk është dhe aq e lehtë, për faktin sepse tani është pronësia mbi tokën edhe duhet që fermerët duhet ta bashkojnë, edhe duhet të bjenë në konsensus në këtë kontekst, por në disa drejtime po ndodh kjo, sidomos për kultivuesit e shalqinit për shembull, për të mundësuar mekanizim më të plotë edhe për të lehtësuar dhe për të reduktuar koston e produktit, kanë bashkime të sipërfaqeve dhe planifikojnë që të jenë njëri mbas tjetrit, secili ka pjesën e vet, por që të jenë në vijim njëri mbas tjetrit në mënyrë që të kenë punime të përbashkëta. Në fakt nuk është se ndodh shpesh, në shumicën e rasteve gjithë secili operon individualisht në pjesën e vet, por pjesa që i bashkon më shumë prodhuesit është më shumë pjesa e marketingut, pjesa e tregut. Edhe për të plotësuar atë çka edhe Brisilda tha pak më parë, tani ka vërtet shumë pika grumbullimi që mundsojnë shitjen e produkteve. Për shembull, për perimet në sera mund të numërohen mbi 10 pika grumbullimi në të gjithë territorin bregdetar, në zonën e ulët të Shqipërisë, po kështu edhe për perimet e tjera të fushës në Divjak. Zonja Plumbi, Brisilda, zonja Plumbi, sa herë shkoj në Shqipëri vërej që ka ankesa nga njerëzit për çmimet e larta të produkteve bujqësore, për çmimin e domateve, të bostanit, nuk e di, të specave. Çfarë e rrit, nëse kjo është e vërtetë? Unë e kam konstatuar në fakt që është e vërtetë, se unë i krahasoj çmimet dhe me ato të këtushme, por çfarë e rrit çmimin e produktit bujqësor në tregun shqiptar? Ka kosto, po themi kosto transporti, kosto grumbullimi, fermeri nga fusha, dhe kjo është ajo që ne duam të mbështesim fuqishëm, që nga fusha të shkoj direkt në laborator mostra të japi garancinë e siguri për bërë atë pjesë të zinxhirit të sigurisë ushqimore dhe direkt në pikë grumbullimi. Deri tani e gjitha kjo ka pasur kosto edhe ka reflektuar në çmimin e produktit. Kostoja është në drejtim të shkurtimit apo të rritjes?
Sigurisht në drejtim të shkurtimit, të gjitha këto përpjekje prandaj bëhen. Por ajo që mua më ka bërë përshtypje këtu ka qenë bashkëpunimi ndërinstitucional që neve pam këtu në Amerikë. Institucionet qartësisht të ndara në raport me detyrat e tyre, por të unifikuara në objektivat që kishin. Kjo ishte gjë që neve na çalon një çik në Shqipëri. Zoti Rapushi, çfarë ju bëri përshtypje juve nga vizita këtu në Amerikë? Domethënë, ai element që mund të zbatohet edhe në Shqipëri. Një element shumë i rregulluar, si më thënë, është shërbimi për fermerët, shërbimi i ekstensionit. Gjë që ke neve në një farë mënyrë e çalon, qoftë nga shërbimi shtetëror, qoftë edhe nga i privati i cili nuk është zhvilluar në nivelin e duhur. Ka zhvillime tani më me disa organizata lokale që po duan të ofrojnë shërbime kundrejt bujqësisë, modelet që pam këtu vërtet blejnë për të implementuar dhe unë qej mundësinë edhe të them dhe shpreh, si të thuash, atë çfarë unë gjykoj që programet e shtetit amerikan nëpërmjet USAID-it po japin një kontribut shumë të çmuar për konsolidimin e këtyre organizatave lokale që ofrojnë asistencë për prodhuesit shqiptar. Atëherë nuk më mbetet veç që të falenderoj dhe shpresoj që ato që pat këtu mund të zbatohen edhe në Shqipëri. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të ftuar në studio sonte kishim zonjën Brisilda Plumbik, këshilltare e Ministrit të Bujqësisë, dhe Piro Rapushi, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare AAC Lushnjë.